Zyra kombëtare e auditimit ka evidentuar një sër parregullsi që lidhen me efikasitetin e efektivitetin në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës. Në prezantimin e raportit të auditimit të performancës u bë e ditur se komuna e Prishtinës gjatë viteve 2021-2023 ka pasur mungesë të inspektimeve nga lëshimi i lejeve të ndërtimit e deri te pajisja me certifikata të përdorimit. Auditorja e përgjithshme Vlora Spanca tha se vetëm 15% e lejeve të lëshuara për ndërtim gjatë viteve 2017-2021 janë pajisur dhe me certifikat përdorimi, e cila duhet të sigurohet para se një objekt të bëhet i banueshëm. Sipërfaqja ndërtimore e lejuar në leje të lëshuar krahasuar me kushtet ndërtimore është e kaluar deri në 56%. Apo në 3 deri në 5 kate më të larta se sa janë parapar në plan. Vonesat në lëshimin e lejeve ndërtimore sillen nga 3 deri në 30 muaj. Kjo rrjedh si rezultat i shpërndarjes jo të duhur të detyrave tek zyrtarët përgjithës, ku një zyrtari është deleguar trajtimi i rreth 100 lejeve të ndërtimit, ndërsa një tjetri vetëm 2. Spanca theksoi se si pasojë e ngritjes së kateve jashtë planifikimit është rrezikuar siguria e qytetarëve. Kemi vërejtur se ndërtesave të planifikuara me 8 dhe 10 kate u janë shtuar 3 deri në 5 kate për te kushteve ndërtimore, duke mbi ngarkuar qytetin me struktura që nuk përputhen me planin e përgjithshëm rregullues urban dhe duke rrezikuar cilësinë e ndërtimit dhe rrjedhimisht edhe sigurinë e qytetarëve. ZK-ja prezantoi të martën edhe raportin e efikasitetit në realizimin e projektit rehabilitimi i linjës 10 hekurudhore Hani e Lezit Leshak. Sipas Spancës, ky projekt është larg realizimit. Nga të dhënat e mbledhura ka rezultuar se realizimi i shpenzimeve për këtë projekt nga viti 2008 deri në vitin 2020 ka qenë shumë i ulët. Hollësi u shpalosën edhe për auditimin e pajtueshmërisë për kompaninë për menaxhimin e deponisë së mbeturinave të Kosovës, për të cilin u tha se kompania nuk ka arritur të menaxhojë kontratën sipas kërkesave ligjore.